Deputeti i Partisë Demokratike në qarkun e Elbasanit, Blendi Himçi, dyshohet se nuk ka deklaruar plotësisht pasurinë e tij dhe se vazhdon të përfitojë fonde publike përmes bizneseve që, sipas akuzave, figurojnë formalisht në emrin e vëllait të tij, Denis Himçi. Sipas të dhënave të bëra publike, Himçi konsiderohet pronar real i një karburanti në Elbasan, i cili administrohet nga një familjar dhe dyshohet se është regjistruar fiktivisht në emër të vëllait. Ky karburant ndodhet në aksin Elbasan Metalurgji dhe operon në emrin e kompanisë Petrol Blue Energy, e krijuar rreth një dekadë më parë. Zyrtarisht, kompania rezulton në pronësi të Denis Himçit dhe ka përfituar disa tendera me vlera relativisht të vogla në qark. Së fundmi, kjo kompani ka fituar një kontratë për furnizim me karburant pranë një institucioni shëndetësor në Elbasan, ku ushtron aktivitetin profesional bashkëshortja e deputetit Sinorela Himçi. Burime mediatike ngren dyshime se procedura e tenderimit është realizuar në mënyrë të parregullt. Ndërkohë, krahas pagës identiste në sektorin publik, ajo deklaron edhe të ardhura vjetore nga një biznes privat, për të cilin pretendohet se mungojnë dokumentet përkatëse tatimore. Në deklarime, Blendi Himçi raporton disa prona të paluajtshme, përfshirë apartamente dhe një vilë, të cilat dyshohet se janë deklaruar me vlera më të ulta se ato reale. Burimet e pasurisë justifikohen me të ardhura biznesi, kredi dhe trashëgimi, por pas sqarime të plota. Këto mospërputhje kanë ngritur dyshime për fshehje pasurie dhe parregullsi financiare.